Polonia u përball me befasi të mërkurën pasi Shtetet e Bashkuara pezulluan një dislokim të planifikuar të trupave amerikane në territorin polak. Megjithatë, sipas burimeve pranë shtabit të përgjithshëm të ushtrisë polake, paralajmërimi për këtë vendim kishte mbërritur që të hënën në një sistem komunikimi të klasifikuar ushtarak. Sipas 3 personave të afërt me shefin e shtabit të përgjithshëm, generalit Vjeslav Kukula, mesazhi amerikan mbeti i paaksesuar në emailin e tij të klasifikuar. Përpasoj, drejtuesit politik të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pjesa më e madhe e ushtrisë polake e morën vesh lajmin nga raportimet e mediave amerikane. Mesazhi i dërguar nga pala amerikane njoftonte pezullimin e rotacionit të më shumë se 4.000 ushtarëve të brigadës së dytë të blinduar të divizionit të parë të kavalerisë. Vendimi u raportua fillimisht nga Army Times, dhe më pas u konfirmua nga përfaqësues të ushtrisë amerikane, të cilët nuk dhanë arsye publike për ndryshimin e planeve. Pentagoni deklaroi se vendimi ishte pjesë e një procesi të planifikuar dhe jo një ndryshim i minutës së fundit. Zëdhënësi në detyrë i Pentagonit, Joel Valdez, tha se vendimi ishte marrë pas konsultimeve në disa nivele të komandës ushtarake amerikane në Europë. Zëvendës kryeministri dhe ministri polak i mbrojtjes, Vladislav Kosiniak-Kamysz, reagoi publikisht duke siguruar se pezullimi i këtij rotacioni nuk nënkupton të rreqje të menjëhershme të trupave amerikane nga Polonia. Ai deklaroi se kishte zhvilluar bisedime me generalin amerikan Aleksus Grinkevich, komandant i forcave amerikane në Europë dhe komandant suprem i NATO-s për Europën. Megjithatë, çështja ka nxjerrë në parë probleme serioze në rrjedhën e informacionit brenda strukturave ushtarake polake. Sipas burimeve të cituara në raport, vetëm shefi i institucionit ka të drejtë të lexojë korrespondencën e klasifikuar, çka mund të ketë shkaktuar vonesë në shpërndarjen e informacionit. I shefi i shtabit të përgjithshëm polak, generali në pension Mieczysław Cieniuch, tha se një informacion me rëndësi të tillë duhet të ishte përcjell ministrit të mbrojtjes brenda një dite për shkak të ndikimit jo vetëm ushtarak, por edhe politik. Ndërkohë, generali në pension Jaroslav Gromadzinski vlerësoi se sistemi i komunikimit brenda shtabit të përgjithshëm ka pësuar një dështim të thellë. Sipas raportit, vetëm pasi lajmi u publikua në media të mërkurën, generali Kukula informoi drejtuesit e komandave ushtarake për pezullimin e transferimit të trupave amerikane. Disa burime ushtarake paralajmëruan se prania amerikane në Poloni mund të reduktohet, megjithse jo domosdoshmërisht në shkallën e raportuar fillimisht nga media.